Atëherë po fillojmë. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu subhanahu wa taala e falenderoj, salatat për shëndetjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ja dërgoj dhe adresoj familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Fillimisht falenderojmë Allahun i cili na ka bërë musliman, i cili na i ka bërë të dashur imanin, islamin, Kur'anin. E lusë Allahun e madh që Allahu ta bëjë këtë mezhlis të juajin, që unë jam musafir në këtë mezhlis, ta bëjë dëshmi për neve ditën e gjykimit, ja Rabbel Alamin. Që ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, kur të kalonin e përballçet e xhennetit, naluni. I ka thonë sahabët, ja Rasulullah, wa ma riyadul janna, kush janë ballçet e xhennetit? Tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, ballçet e xhennetit janë vendet ku përmendet Allahu. E lusë Allahun që Allahu ta bëjë këtë mezhlis për atyre mezhliseve, ja Rabbel Alamin. Zakonisht të nderuar vëllezër, ne kur folmi në hoxhallar, folmi për ibadetet, adhurimet. Dhe Islami ka ardhën është i plot. Domthonë nuk është vetëm i namazit. Islami nuk është vetëm i haxhit. Islami nuk është vetëm i agjërimit të Ramazanit. Islami është që njeriu me qenë musliman 24 orë. Sa që kjo fe e ka mësu njerijun që edhe Allah ju nderov kur të hije nevojën e tij me krye në banjën e WC-n, në tualet, e ka mësua Allahu dhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam se çka duhet njeriu me thonë kur të hijati. Edhe kur dale, çka duhet me thonë? Abdesin me bismillah. E sot e kum do bashkarisht me juve inshallah lidhshmërinë, do më thonën, lidhshmëria e imanit edhe islamit, apo të ibadeteve dhe frytet e tyre me ahlakin. Do më thonë, islami nuk ka ardhë veç mi thonë njeriu të rëndësi falu. Nuk ka ardhë islami mi thonë njeriu të vetëm maj Ramazan. Nuk ka ardhë islami mi thonë njeriu ti vetëm shkon haç. Po jo ka pun, aj namaz, aj Ramazan, aj haxhëllëk, duhet mi thonë frytet e veta. Duhet mi dhonë bereqetet e veta. Për ndryshe, çdo ibadet duhet me reflektu në jetën e besimtarit. E ahlaki morali e ka vlerën e madhe në islam. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thonë, innama bu'ithu li utammima makarim al akhlaq. Allah më ka dërgu prej qëllimeve që me plotësue moralin të njerëzit, ahlakin, edukatën. Islami i ka thonë vlerë të madhe njeriut i cili ka edukat. Sa që ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet njeriu e arin derexhen atij të cilët falet natën, agjeron ditën nafile, ma Ramazan nafile, ka thonë me moral të mirë e arin derexhen atyre njerëzve. Ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Njerëzit më të mirë prej besimtarëve janë ata të cilët e kanë ahlakin, moralin e mirë. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam një ashtu ka thonë, el muslimu men salima el muslimune min lisani wa yadi. Besimtar musliman tamam është ai i cili kanë shpëtu musliman të tjerë nga xhua e tij dhe nga dora e tij. Që do të thotë, nuk ka musliman vetëm ti mu kon namazli. Nuk ka musliman ti vetëm mu konë dordhans me dhonë, po muslimani u deshka me pas edhe ahlakin e mirë dhe moralin e mirë. Andaj, imani, besimi, duhet me dhonë frytet, duhet me dhonë bereqetin e vetë. Një muslimani cili falet, duhet me pas pa tjetër në kryet që aj i namaz duhet me dhonë frytet e veta. Këshërne, Allahu subhanu të tregon që njerëzit e ligë, jo musliman, njerëzit e cilët janë gjunaqar, Allahu të tillët i vetë në ditën e gjykimit, bile thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, ma salakakum fi saqar. Kanë me bon muhabet xhenemlit me xhenetlit. Kanë me thonë shka ju ka bo juve nga banorët e zjarmit Saqar. Kanë thonë qalu lam nakum min al musallin. Nuk kemi kanë për atyre të cilët kemi fal namaz. Wa lam nakun nut'imu al miskin. Dhe nuk kemi kanë për atyre të cilët i kemi dhonë miskineve, fukarave ndihma. Wa kunna nakhudhu ma al khaidin.
Dhe kemi njët me njerëzit të cilët kanë bo muhabete boshe, kanë bo muhabete pa lidhje. Wa kunna nukadhibu bi yawmid din. Dhe nuk e kemi besu ditën e kiametit. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka bo këto që me bo muhabetin, pse jeni në xhehenem. Qalu lam nakum min al-musallin. S'na kon namazli, s'kina dhonën fukarave, pastaj shka kina bo muhabete boshe. Domethënë një njeri i cili nuk kana musliman, tamam nuk fal namaz, bon lafe, nuk i ndihmon të tjerët, që kjo është lidhshmëria, ndërsa e kundërta e atyre të cilët e falin namazin, Allahu subhanahu wa taala i ka lavdëruar këto njerëz me akhlak. Çka ka thonë? Qad aflaha al-mu'minun. Kan shpëtu besimtarët. Çfarë cilësi kanë këto besimtarë të shpëtuar? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata të cilët janë të kujdesshëm gjatë namazit tyre. Morin abdes, e këshirin a ka hi vakti, i këshirin teshat a i kanë të pastrata, e këshirin niyetin e kanë për Allah. Ketë këto që kjo është kujdesin ndaj namazit. Kur in namaz, në thëna Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Në këtë rast, kur thëna Allahu është më i madhi, automatikisht ne japna në vetë dijet që ketë punë të dunjoje sa në temas. Jemi duke ju dorëzu Allahut i cili meriton adhurimin, i cili meriton shka mi ju nënshru atina. Allahu pastaj tregon në surën Mu'minun, cilësitë e besimtarëve thot: qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nga cilësitë e besimtarëve, këshire të cilët kanë iman, ama këshirja fillon këtu ibadeti është namaz. Tashti pi namazit kalona walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ata të cilët nuk miren me fjalë të kota. Nuk miren me çajtme, nuk miren me thashethame, nuk miren me përgojim. Pastaj thot vazhdim ajetit: walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun. Apat ibadet, ata të cilët zakatin e japin. Pastaj vazhdon prap me marrëdhënie, me shka me edukat. Walladhina hum li amanatihim, dhe ata të cilët wa ahdihim ra'un, ata të cilët gjatë amaneteve, besës kur e japin, fjalën kur e japin, ata janë të kujdesshëm. Kjo pastaj shkon walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Edhe namazet e tyre, ata kujdesen me fal vaktin e tyre, ulaika humul warithun. Këto janë ata të cilët kanë me trashëgu. Shka? Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Kanë me hinë xhenetin të cilën Allahu subhanahu wa taala ja u ban ative të përhershëm në ta. Allahu na bof nasib ya rabbel alamin. Të nderuar vëllezër, për me kuptu pak më thjesht, e shohna që ahlakin e Islam e ka një vlerë të madhe, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë është lavdruar një gruaje. Shumë e kanë rrit punën e saj. Ka dek ajo. Edhe e kanë filluar me lavdru. Bile është mirë kur vdesin njerëzit, me fol mirë për njerin e mirë. Për njerin e lik, me tregu që vallahi s'ka ban. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ka kalu një xhenaze, ka thonë wajabat, u bë e obligueshme. Than sahabët: "Madha wajabat ya Rasulullah?" Çka u bë e obligueshme i dërguari i Allahut? Tha: "Wajabatil janna." U bë vajib xheneti. Pse? Për shkak se ju tha folët mirë për të. Një ditë tjetër ka lënë një xhenaze, tha: "Wajabat." U bë obligueshme. Than: "Çka ya Rasulullah?" Tha: "Xhenemi." Pse ya Rasulullah? Tha: "Ju folët keq për ta." Dhe në vazhdim tha: "Antum shuhadaullahi fil ard." Ju jeni dëshmitar të Allahut në tokë. E një gruje ku u lavdru shumë, që ajo ka nakon namazlike, ka fal namaznate, ka bo ibadetet shumë ta, atëherë pejgamberi Allahu tha: "Hiya fin nar." Ajo janë zarë xhenimit. U habitën sahabët: "Ja Rasulullah, ajo gruje ka fal, është fal natën, jo 5 vakte, ka fal namaznate, edhe ajo në zjarm." Tha: "Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, li annaha kanat tu'dhi jaraha." Për arsye se ajo i ka bo zarar, dam, kojshive të saj. E di që ne shpesher se këshimi që ja i bëna dikuj dam, ose ndësha me qëllim dikuj na ja bëna Zot na ruaj, s'kujdesmi për hakin e kojshive, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo ahlaki, çdo morali i ibadetit e Islamit, i imanit, me reflektu kjo njëtën e përditshme, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa." Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit,
ka në transmetim, le të kujdeset për kojshin e vet, le të kujdeset për musafirin, ka në transmetim ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është nol Xhibrili të më bo vasijet, të më këshillu, deri sa kam mendu që kojshia ka hisën e pasurin time. Onë qatë shumë, kojshia, sa që edhe gjunot ndaj kojshia se jam më të mdoja. E dini hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thonë, me bon zina njeriu me një kojshike, është 40 herë ma shumë keq, se sa me bo me një abanxhi, me bo fahishe, me bo me vjetë të kojshia, është 40 herë ma shumë, se sa me vete një njeri abanxhi i huaj. Kjo do më dhonën, ja ka dhonë vlerën kojshilëkët islami. E që ke islam këtë moral, ne i ka bo neve të vetë dishëm që duhet me investun ta. Duhet me pas morali, s'munët me thonë një njeri, unë jam musliman, ama punë si ka tamam. Unë e fali namaz, ama unë e kam inatin tem. Unë shkojnë haqë, ama unë i kalzoj regullat e mija. Unë agjëroj Ramazanin, ama mu më zë Ramazani kur të vere Ramazani. Nuk ka kështu vëllezër. Islami ka ardhur me ndryshu njeriu. Andaj çto dashta dal. Shembull vëllezër të nderuar, namazi, i cili është, domethënë, njëri prej ibadeteve shumë më rëndësishme të njeriu, kur njeriu fal namaz, pse ka ardhur namazi më bë fars? Për Allahun subhanahu wa taala. Mi po shka qëllimi i namazit në mbrenësi, Allahu ka treguar në Kur'an dhe ka thonë inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtet namazit largon nga punët e liga wal fahsha'i wal munkar dhe nga bamja e gjanave haram. Sot për fatkeqin, kur e sheni namazli që kemi rastet tilla, namazlia është në kundërshtim me atë çka e ka fal namazin. E shohna ka namazli të cilët luajnë komar. Ka namazli të cilët sa dalin për derës së xhamis, këshiri me përgoju, me fol keq. Ndërsa namazi vëllazër, çteti mu drejtue. Namazi, nëse nuk drejton mon e men, dine që namazin sinat e bota tamam. Nëse unë e fali namaz që 25 vet, 30 vet shembull. Edhe unë halas jam si e lip Allahi. Kina lëshime, se insan jemi, mi po ato lëshime hop kthemi në avtoban. Nëse nuk jemi duke dalë në vite drejt, siç e lip Allahu, që 30 vjet ti falësh, atëherë ka diçka dobësi namazin tanë. On nuk ka tamam. Për arsye se namazit çti me ndryshu. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtet namazit largon nga punët e liga, nga punët e këqija. Andaj vëllezër, një paralele, nëse do me pa ku është namazi jot, këshire çish je ti në marrëdhëniet e tua me njerëzit. Çish je marrëdhënie me kojshien tan, sefte me babë me nan, me kojshien tan, me akrabatet tu, me njerëzit që i ki për rreth. Nëse ka ndaj pengesë sheriatike, okay, ama është ndaj inati dunjos, di që dunjon kena me lan. Ka marrë momenti që kur kush prej neve kur gjon s'ka me marrë me veti. As inatin të cilën ne sot e çojna me dikanin, s'kena me marrë me veti. Në momentin që vnoi në varr, Allah na mundson me dini me imam me vdekje ya rabbel alamin. Kina mi haru inatet, hidhrimet, galja më e madhe ka më kon ç'sh me dhon përgjigje para Allahut kur na vete men rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk, kusha zoti jot, kusha feja jote, kusha pejgamberi jot, ajo ka më kon derti më i madh. Në ato momente vëllazër, vaj halli për neve të cilët namazi nuk na bën dobi. Vaj halli për neve të cilët nuk kemi kujdes që me pas ndryshim. Mirë, namazi kana që duhet me ndryshue. Po ibadet tjetër që duhet me dhonat ndryshimin tan, me ta dhonat kuptimin e jetës që ti je ndryshe, është shembull axherimi. Ju e dini me majt Ramazan, pse më në Ramazan? Allahu subhanahu wa taala ka thonë Kur'anin famëlar, ja ju alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besu, ju është bë për obligim, farz, vajib me axheru Ramazanin, qashtu që kanë pas popujt para jush, çka qëllimi? La'allakum tattaqun, që ju të arrini gradën e devotshmërisë. Njerëzit një më të muj me dunjo, ketë mirëmi, vjen një muj, ka dalë me botë tërbije nefsin. E çka duhet në Ramazan? Me arrit gradën e devotshmërisë. Axherojna, lexojna Kur'an, bëjna dhikr më shumë, vizitojna farefisin, japna më shumë. Mirë, po keq ato, çka duhet me bën pas këtyre?
Tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, men lam yada qawla az-zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Kush nuk i lën fjalët e këqija dhe punët e këqija, domthon fjalët e këqija dhe me bë punë të këqija, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Allah nuk është nevojtar që ai me lën barkun e tij und nga haja dhe nga pija. Domthon, çka kanë qëllimi Ramazanit vëllazër? Me majt barkun und, me majt dietë? Jo, qëllimi i Ramazanit është që ti me ndryshue. Shembull, në këtë Ramazan unë e kum pas shembull, kushtimisht po tham, unë e kum përdor fjalë liga, kum shoh. E bën një jetë pikë i Ramazanit, kam thënë vallahi, po më ymër. Në çet Ramazan kam i lën fjalët e këqija. Ose e kum pas një vest tjetër. Shembull, me bajt fjalë, ose me fol për njerëzit keq. Dikush e ka një ves. Çfarë do koft? Shembull, unë pe marr vetin, bie goja në herë me thonë ai fjalë që Allah nuk është i kënaqur, e di vetin që kum shoh, shembull, e me boni me thonë vallahi këtë Ramazan më unë e kam e lënë më të shajtman. Kjo është qëllimi i axherimit, vëllazër, me dal produktiv. Po mirë, kur shkojna në haxh, pse shkojna në haxh vëllazër të nderuar? Në haxh shkojna me kryer një obligim të Allahut subhanahu wa taala. Walillahi ala nasi hijjul beyti man istata ilay sabila. Allahu thotë Allahu e ka bërë për obligim shkurjen në haxh për ata të cilët kanë mundësi. Jo dini këtë muhabetin që bën tani shumë shtrejt, shumë lirë. Çtuni far muhabeti. Po di vesh kanë, e di shka haxhi. Haxhin Allahu atë e bën shpërblimi të cilit është xhennet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Haxhi i pranum nuk ka shpërblim, nuk ka shpagim, nuk ka diçka që Allah mundet me ta bëjë tjetër vetëm me xhennet. Subhanallah. Mirë, po kur ta bësh matematik, çfarë shpërblimi ka haxhi? Ne jemi në gjendje një kerr me blian, një golf 7, bilim 7 që shkon 10.000 euro pa maki. Një golf 5, dush me bleje, 7.000 euro me i pasën. A 6. Parameno, mirë po, kur vjen muhabetit e haxhit e ibadeti Allahut subhanahu wa taala, ja nisna me komentue. Shtrejtish. Wallahi nuk ka shtrejt. Nuk ka shtrejt. Nuk ka kam për qëllim çmimin, 6.000, 7.000, apo 5.000 ose 2.000. Qëllimi është shka shpërblimi. E mirë, shka qëllimi i haxhit vëllezër të nderuar. Kur shkosh atje me këshirën, sa larg është hoteli prej xhamisë, çfarë ushqimi jep hoteli, çfarë kreveti është. Okej, kjo është legjitime, se kur ta paguish, ti lip. I thua ofertën, më falni, ku është hoteli, ku është xhamia, sa herë duhet më hongër buk, i lip. Mirë po, kur shkosh atje, çka qëllimi vëllezër të nderuar? Qëllimi është ibadeti Allahut subhanahu wa taala. E çka duhet atje me bë me përbajt vetin, që shpeshherë bina pi testit. Tha pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam, men hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummu. Ku shkon në haxh, nuk bën gjunahe, nuk bën polemika, nuk rroket me njerëzit. Raja'a ka yawmin waladathu ummu. Kthehet sikur se nana me paslin pa gjunahe. Subhanallah. Kjo është problemi. Domthon haxhi për me të ndryshuar vëllazër, kanë atë kur të kthehesh tek nina, mos me pas më polemikat, mos me pas shajtmet, mos me pas punë tek qija, që kjo është vëllazër qëllimi. Po e kallzoni një ngjarje. Isha student në vitin 2004 në Medinë, dhe Ermolla Jakupi rahmeti pas shpirti në atë zaman si organizatori i haxhit në kryet e Basisë Islame, muftinia e Kumanovës, edhe ishmi në Medinë. Kur erë në Medinë, disa haxhi, Allah ju pas bo kabul ative, ja rabbi dhe krejtve, kur erdh, disa prej haxhilerëve u ankun për kushtet e hotelit. E kur se harroj qëta? Molla Jakupi rahmeti pas shpirti tha, më falni, a keni ardhur me qetësu shpirtin a trupin? Në shka keni ardhur? Trupin a shpirtin? Tha, në qohë se keni ardhur me gjetë qetësin e shpirtit, këto a veni. Anë qohë se ki ardhur me gjetë qetësin e trupit, dush përshkun deti. Jo këtu, gabim e ki gjetë venin. Këtu është mu lodh. Këtu është me forcu, para ta dhe haxhi dhe umra, në të shkojnë i saj një matri, që me mujtë mi përbalu i badetet, ka umunim,
Jo rastisht pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thonë haxhi xhihadi i grava haxhi. Sa zamet, nuk ka let. Ka me shku në Arafat, ka me shku në Mina, ka në Muzdelife, ka punë me bo tavafe. Tash nuk po du me bo qamet, ama ka pas rastet që nuk mundet me i bon se moshe e shtyme i band vetat. A në të rrit, lodh me e lema matë më shumë. Po si do të qoftë, Molla Jakupi e la këtë amanet, edhe kjo më ka mejt në kryje nga viti 2004, që pa thonën, 2003-2004, tash mësë më kapni për fjale, pa thonën që kush ka ardhë në haqë me gjetë qetësinë e shpirtit, ka ardhë e ka gjetë. Kush ka ardhë qetësinë e trupit, e ka gabu venin. Allah në bof nasib inshallah me gjetë qetësinë e shpirtit, ja Rabbel Alamin. Të ndëruar vëllezër, ibadetit e cilin ne e bajna, du të mi dhonë frytet e vetat, çtu du me dalën, këtë muhabetin shkam të e bon. Nuk mundet një njeri mu konë musliman, ndërsa gjunga e ti është e keqe. Nuk mundet një njeri mu konë musliman punon me drogë. Nuk mundet një musliman mu konë musliman tamam, dhe aj ja menon vllot vetë të keqe. Nuk mundet një musliman tamam mu konë, aj cili vjedh, aj cili përgojon, në muzin e tjerëve e mena për kam. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tha, pasha Allah unë s'ka besu, 3 herë. Pasha Allah unë s'ka besu, pasha Allah unë s'ka besu. Tha, në kush ja Rasul Allah? Tha, aj të cilit kojshia e ti nuk është i sigurum nga zarari i tina. Aj i cili kojshit e vet nuk janë të sigurum prej tina. Aj mundet me bo zarar. Tha, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, kjo është ajo shka njeriu dut një musliman kushillëki du të me pasë rahati prej ti, jo zarar. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, tha kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, fel yukrim jara, le të cilët mirë me kojshin e vet. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha, wallahi pasha Allahun nuk ka besu askush prej juve derisa nuk ja don vllaut vet atë çka e don për vetveten e tij. Shpesher ne a e dëna për kojshit e tonë, për familjarët e tonë, të mirën, shka e dëna për veti, apo kina që vish neti në rahat. E qish mundet një musliman me pas këtë dëshirë të cilën vetëm aj me menu për veti mirë, e për tjertë mësve pas ata, Allahu na rujtja Rabbel Alamin. Ndërsa e shovna ahlaki i pejgamberi s.a.s. morali i ti ka qenë shumë i lartë. Allahu e ka lavdru Muhammedin a.s. dhe ka thonë, wa inneke la ala khuluqin adhim. Dhe me të vërtet, tia Muhammed jemi një moral të përkrym. Tregon Enesi i cili akon hizmeqari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hizmeqar sot në kohën moderne duhet më kon pasanik me pas hizmeqar. Po në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në tradit hizmeqar me qenën, domethënë në formë të nderit. Njerëzit kanë bë gara kush shkon mi bën hizmet Muhamedit alayhi salatu wasalam. Enesi akon 10 vjeçar kur ka në Medinë pejgamberi Allahut, nëna vet ka shku e ka marr edhe ja kalon amanet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë çe merre dhe ne të bëje hizmet tina. Andaj edhe Enesi është prej sahabeve të cilët më shumë ti transmeton hadithe. Janë disa sahabe, Ebu Huraira, Aisha, Enesi, Abdullah bin Mesudi, Abdullah bin Omeri, djali Hazreti Omerit, të cilët transmetojnë më shumë ti hadithe se kanë qenë më të rinë në moshë dhe kanë jetuar më gjatë. Andaj edhe ato i kanë transmetuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tregon Enesi radiallahu anhu, i cili kanë akon hizmeqar. Ta sot hizmeqar, pa keq kuptime, sot me shku me orë një liderin i partijës, e kipotën e uzhivatin, mu konë truproja, kur manë ato mitinget, e kipotën që hecin, kretarit, i hecin o kolla, di, la haule wa la quwwata illa billah. Di, insan ai insan ti, mirë po mera kja ti t'jesën gatë, qitët që është, jasum nekoj, unë jam dikushi këtu pari. Te sahabet akon derë, kanë bo gara, kur pejgamberi unë sallam ka mor abdes, mi bo hizmet. Kur pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka mor abdes, janë mënu pikat e abdesit, shë kanë ro prej dorëve ti, trupit tina, mi mor me prej trupin e vetë, sa akon i bereqetshëm, sallallahu alaihi wasallam. Qiki pejgamber, një dit e paska urnu e Enesi, një paska thonë shko krye një punë. Enesi, fmi, 10 vjeçar. Tu shku me kry punën, pas ka pa fëmijë të lujtë Medine, të bon loja. Anal me to me lujtën, ka harru shka i ka thonë pejgamberi s.a.s. Pejgamberi Allah të ka pa që avanun, ka dal me sos punën vetë. Kër e ka pa udhës, e ka pa Enesin radiallahu anhu. Pa të lujtë. Ka thonë, ja Enes,
O Enes, shka bane ma atë punën? Thot, që atë e kum kuptu që pejgamberi s.a.s. pas ka porosit, edhe veç më prejki, më përgdheli dhe shkoj pejgamberi unë s.a.s. Tha, vëllaj, nuk më ka qërtu, as nuk ka hidhru me mu, për kundrazi pejgamberi unë s.a.s. Serë që i basha dishka, ma cekke atë punën që në form të hajgarës, jo në form të hakmarjes. Kjo ka qenë gjendje e pejgamberi s.a.s. Morali i tina, jo vetëm namaz, po ka qenë edhe me fëmijën. Po si ka qenë morali i pejgamberit s.a.s. me gratë e veta? Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur njerë musafirt të shtëpia. Kur i ka ardhur pejgamberi s.a.s. siç e dini, ka qenë pejgamber modest. Megjithse ka mujt me jetu si pejgamber mbret. Allah ja ka dhënë një ofertë, ka thonë apo do kodrën e Uhudit me ta bë altan. Ka thonë jo, ja Rab, du mu kom pejgamber i varfër. Kështu e ka përzihet pejgamberi unë s.a.s. Megjithse Allah ja ka dhënë mundësinë, po ka dash me jetu si i varfër, pejgamberi s.a.s. se ka dash këtë dunja. Sa që kur ka flet pejgamberi unë s.a.s. ka shku njerë Abdullah, më falni, Hazreti Omeri radiallahu anhu, ja ka pa pejgamberi tonë sallallahu alaihi wasallam shpinën, ku ka flet në hasër, ja ka pa ketë via. Ka thonë, ja Rasulullah, ka më konë të mona një dishek ma të mirë ti me flet në ta. Ka thonë, mbreti i Bizantëve i dhe i Romakëve flene për mëndafsha, në për venet shrejta. Ka thonë, ti pejgamberi Allah, të blina një të ndryshmi. Ka thonë, o Omer, a nuk i knaqur që ato ta kanë dunjonë në ahiretin? Pejgamberi s.a.s. e ka pa xhenetin, e ka dëshiru xhenetin, nuk e ka dëshiru këtë jetë. Si do të qoftë, vinte pejgamberi unë s.a.s. musafir. Kur vind nuk ka shka me ju qitë. Ka ndodhë të shtëpia e pejgamberit ka 2 muaj sa kallë zjarë. Ka njetue me hurma edhe me ujë. Sa kallë zjarë që do ndodhët nuk ka pik mish, nuk ka bon jemek. E kur ka nërë janë musafirt, të Aisha radiallahu anha, pejgamberi unë s.a.s. ja ka qu njona prej grave tjera, që pejgamberi s.a.s. si që dihet ka qenë ma shumë se me një bashorta apo gruje i martuar, ja ka qu një sahan me hurma. Aisha radiallahu anha ka qenë gruja e vetë me beqaresh e pejgamberi s.a.s. edhe ma e reja. Ja ka qu atë sahanin, Aisha ka gjelëzu. Kur e ka pat hizmeqarin që i ka pru hurmat, i ka ra sahanit. E ka thi sahanin. Paramenon e neve, unë qëto për juve s'juve dhe vetën, pa pas nevoj më dhonë gjevap dhe përgjigje, shak i shenë reagimi jonë me bo gruja me najthi sahanin pranin e musafirve. 192, a ke ndime e shpejt? Edhe sefte 192 dhe fillon procedura e formalitetit. A më të shakon gjendje e pejgamberi s.a.s. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam mas pare i ka arsjetu grujen ndaj shokëve të vetë. Ka thonë, gharat ummukum, gjelëzoj nona juve. Dhe më thonë, nuk e ka me juve, musafir. Kjo nuk ka i nati me juve. Mos kujtoni që si do musafir të Hazreti Aisha. Po kjo atu gjelëzu që, dhe më thonë, pse gruja qeter me prume? Me mu e ka. Edhe këtu pejgamberi s.a.s. ka urdhru, ka thonë, meri këto hurma tash, gostiti musafirt, ndërsa atë sahanin që e ki thi, mere një sahanin tanë, i jepja asoj grujës qeter sahanin e pathim, këta ma e për veti këtë thimin. Kjo ka qenë gjenje pejgamberi s.a.s. Në ka zëke një profesor në Siri, tha, njëherë shkova në shpi, kur shkova në shpi, ish vanue, dhe për drejk, tha, kur shkova edhe i ras ziles. Kur i ras ziles, tha, dul bashortja ime duke kajt. Tha, shpas ka ndodhë diçka? Hajrolla, tha, kërkoj falje, sot ushimi është prish, është djeg, për arsye se më ka zonë xhumi. Më ka zonë xhumi, edhe mishin të cilën e kum shtije, është djeg. Është shterë ujtje dhe është djeg mishi. Ta subhanallah, në çato momente menova çka ka qenë sjellja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Hazreti Aisha. Çiki hadith, tha më shtinim me mor me sportivitet, mos me mor me nervos, normalitet me mor ata. Mos më konën hidhrimi. Kjo është morali muslimanit, vëllezër të nderuar. Domthon me te i kaluet çdo sprovë të cilën i vjen. Çish ka qenë gjendja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domthon me gratë e tina, kjo na ka thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri urt, njëri i cili ka qenë Kur'an i cili ka ecën në tokë. Kur e kam vetë Hazreti Aisha radhiyallahu anha, çish ka qenë morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha wa kana khuluquhu al-Qur'an. I tan morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
ka qenën Kur'an. Në shka ka urnu Kur'ani që da e ka bo pejgamberi jonë, sallallahu alaihi wa sallam. Të ndëruar vëllezër, pa dash me zgjat shumë, pejgamberi jonë sallallahu alaihi wa sallam edhe me jo muslimanat asil mirë. Edhe me ata të cilët nuk kanë qenë nga besimi jonë. Bila Allahu na lejon në Kur'an dhe thot: La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allahu nuk ju ndalon me ata të cilët jeni në paqe, nuk jeni në luftë, që ju mu konë të drejt me ta dhe mu konë të mirësjellshëm me ta. Dhe mu konë ahlak me edukat musil edhe me jo muslimant. Kjo na kallzon Kur'ani që këta na urdhron. E çka që në gjendje pejgamberi s.a.s. Ju e dini shumë raste ka. Pejgamberi unë s.a.s. kur ka dalë për Mekës, kanë e la mi këti amanetet. Kanë e la. Alijen radiallahu. Hazreti Alijen. E pse la Hazreti Alijen? Për arsye se edhe pse ishte pejgamber, edhe pse ai nuk ishte në fenë e Mekelive, ish musliman, ato prap ja lishin amanetet aja, se i besoshëm El Emin, novkën e ka pas besniku, El Emin, edhe para se mi arë pejgamber lëku, edhe mas i u bojë pejgamber, halaja besoshin paret, mi arrujtaj. E kjo kallzon që pejgamberi s.a.s. moralin e ka pas të ma. Po që ka pas në Medine kur erë? Në Medine pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam e ka pas moralin shumë madh, sa që edhe jahudin ka shku e ka pas zjaret. Në saatin e dekës, e ka pas një kojshi jahudi pejgamberi unë s.a.s. E aje ka pas një djallë. Djalli ti ka nasmu. Ka shku Resulullah sallallahu alaihi wasallam me bo zjaret. Onë që lejot me bo zjaret edhe jo muslimonin. Ka shku me bo zjaret, kur ka shku me bo zjaret, e ka pa që aje është në saatë e dekës. Duke vdek. Ka thonë, thuj la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Thuje, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. E ka pa, ka këshirë ka bavet, e ka di që Muhammed a.s. është hak. Bavet ja ka po me isharet, respektoje Muhammed a.s. E ka thonë shahadetin. Kjo ka qenë sjellja e Muhammedit a.s. Ne vëllezër të nderuar, jetojnë atë shedina, jetojnë në një shtet ku ka dhe nga fejt e tjera, nacionalitetet e tjera, që shpesher në me sjellën tonë, po them shumë sinqerisht, ne bëmi pengesë që ata me pas menim të mirë për Islamin, me edukatën tonë, pavarësisht armiqësive të cilat i kemi në aspektin kombëtar. Pavarësisht, mi po me sjellën tonë, shpesher nejna pengesë, sidomos në lagjet ku jetojna, në mënyrën ku ne bëna punën, studiojna, domthon e kallzojnë akhlakin tonë. Lidhshmëria në mes ibadetit dhe moralit është shumë e madhe. Edhe me këtë rast duhet ta përfundoj. Rasti i munafikave. Kur ka pejgamberi unë s.a.s. në Medine, ka pas në Mekke, ja e kanë pranuar Islamin një hiç. Në Medine kur ka ardhur pejgamberi unë s.a.s. ka pas ballafaqim edhe me njerëzit të cilët e kanë deklaruar Islamin publikisht, ama në zemër e kanë urrejt. Edhe prej tyre është Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, i cili para ardhjes, para se me ardhë Muhamedi a.s. në Medine, ka prit mu bo mbret. Bile ja kanë kejt që shdijet, teshat për mbret i Medinës. E kur ka ardhë pejgamberi a.s. ju prish andra, për arsye se pejgamberi unë s.a.s. i thiri kejt njerëzit, mu bo musliman dhe u banon, edhe a ju bo. E kur bo musliman, pi jashtë. Normal, pejgamberi unë s.a.s. e ka dit, dhe ka shku pejgamberi unë s.a.s. Luftën e Uhudit, 1/3 e ushtrisë kja kon, a shka e ka dezertu. Ja ka shti pejgamberi s.a.s. momentet më të vështira, i ka bo kurthe, që ki njeri. Mi po që shke selje ati në saatin e dekës. Pejgamberi unë s.a.s. djali vet, djali Abdullah bin Ubej bin Selulit, Abdullahu, ka qenë një djali musliman. Sa që ka thonë ja Rasul, ata mis babën tem se po fol për ti keq. Kur nuk kiti prezent, ai po fol për ti keq, po të shan. Ja, ka thonë. Mos thon njerëzit që Muhamedi pimit shokët e vet. Se sheriatikisht munafiki lejohet mu mit. Mirë po ka thonë mos thon njerëzit që Muhamedi pimit shokët e vet. E kur ka dek që ki munafiki, këshire çfarë zemre ka pas Muhamedi a.s. Ka ardhur djali i Çetina, Ubej ibn Selulit, Abdullah. Ka ardhur ka thonë ja Rasulullah, e di që baba ema ka munafik. Ka dek. A ki mundësi me madhonën teshën tane, petkun tanë, gjybën tane, ta që finosin ata edhe falje namazin e gjenazës. Pejgamberi s.a.s. ju ka dhimt. Ju ka dhimt gjali, ka thonë ndoshta Allahu e ban kabull.
domthonjë jo që ka dyshu, po ka thonën me bindje se Allahu ka thonë Kur'an, istaghfir lahum surën Tawbe, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum wa in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allahu lahum. A kërkove falje për ta? A nuk kërkove falje për ta? Nëse kërkon edhe 70 herë falje, Allahu s'ka për t'ia fal atyre. E Muhamedi alayhis salam e ka bën jetë me ia fal xhenazën. Kur e ka bën jetë me ia fal xhenazën, Hazreti Omeri, çish dihet, besoj që keni lexuar dhe dëgju, në disa vene, në 13 vene, e ka te i kalu vahjin. On ka folën para se me zlip ajetet. Ajeti i hijabit, ezani, çto te munafikat, te robrit. Domon Hazreti Omeri ka folën para se me zlip Kurani hak. Bile ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të kish pas në pejgamber pas meje i shkon Omeri, radiallahu anhu. Hazreti Omeri kur e ka pasur do me shku mja fal xhenazën çiti munafikit, e ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thonë ja Rasulullah, a pe ja fal munafikut? Ka thënë ja Omer. Wallahi Allahu ala s'm ka ndalue. Allahu po thot a kërkove falje, as kërkove, unë atyre nuk ja fali. E unë do të kërkoj falje më shumë se 70 herë. Edhe ja fali pejgamberi sallallahu alajhi wasallam xhenazën. Pastaj ka zrip njëtën sure, ajetet e mëvonshme, Allahu subhanahu wa taala e ka urdhëruar Muhamedit alayhi salatu wasalam, ka thonë wala takum ala qabrihi abada. Mos guxo me munafikave me ja fal namazin. I vetmi munafik që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është munu me kërku të Allahu falje, është domon Ubej ibn Seluli, të cilët Allahu subhanahu wa taala ja ka vullu zemrën e tij, nuk e ka pranuar Islamin. E Hudhejfja radiallahu anhu, dhe që ta pedu me ta lidhi me qëtë rast, edhe pe përfundoj, Hudhejfja ka qenë eminu Rasulillah, apo sekreti i pejgamberi sallallahu, i cili ka ditën munafikat. E kanë këshirë, apo del Hudhejfja me ja fal dikuj xhenazën, qo se ka dal, mira puna. S'ka dal Hudhejfja, këto a puna ndryshe. Pse se pejgamberi sallallahu ja ka tregu munafikat. E dini kush ka shku me vet Hudhejfën, është ai regjistri që e ka përmend emrin e tij Muhamedi alayhi salatu wasalam, Abu Marmenia i përgëzuar me xhennet. Khalifja i dytë i muslimanëve. Omer ibn Khattabi radiallahu anhu ka shpi ka thonë, o Hudhejfe, mos jam unë të regjistri që ka thonë Muhamedi alayhi salam janë njerëzit munafik? Ka thonë jo. Ne, disha këshmi bos sot, me ditune. Ne këshmi thonë, kush anë list, se unë vetin e sigurena që si na munafika. Neve nuk na intereson për veti. Neve na intereson kush anë list që janë shpion. Kush janë list, ki do me ditë se për veti siguromin e që nuk kena munafika. Çka dallimin e me të atyre dhe neve, sa ata janë morë me vetë vetën, ne mirëmi me të tjerat. Allah në lusë që Allah të na përmisoje, andaj kjo ishte mesazhi im, ibadeti duhet me dhonë frytet dhe bereqetet e veta, Allah i ndëro për sabrin që e patët me në ngu, jo që s'kini ngu për e gjallarve tjerë, po vetëm dashëm pak një freskimi e o dhonë, Allah i koftë razija, Rabbel Alemin. Në bani Allah.